Faleminderit që keni ardhur. Me cilat prej partive politike synoni me bu marrëveshje në mënyrë që me siguru votat e nevojshme për më zgjedhje kryeministër? Unë mendoj që ky nuk do të jetë një proces në të cilin ne do të kërkojmë ndonjë marrëveshje koalicioni me partitë politike. Ideja ka qenë e thjesht ta krijojmë një qeveri të re për me i shmong dy gjëra shumë të rëndësishme. E para është zgjedhjet e menjëhershme dhe e dyta është që të provojmë të bashkëpunojmë me partitë politike parlamentare për me mujtë me e pas Kosova buxhetin e saj për vitin 2026. Nëse këto dyja nuk bëhen, ne ma mërmendja që nuk është në të mirën e Kosovës dhe pikërisht për këtë arsye Lëvizja Vetëvendosje më propozoi si mandatar sot. Unë e pranova dhe tëra që na mbetet është që ta shohim tash veprimin e presidentit. Ka shkuar emri juaj të presidentit? Nuk e di teknikisht a ka shkuar ende te presidenti, po kjo pritet ndodh. Kjo ma mërmendja pritet jo vetëm për Lëvizjes Vetëvendosje, por për shumicës qytetarëve të Republikës Kosovës. Unë e thash edhe në fjalën që e mbajta, nëse kjo nuk shmonget, atëherë Kosova mund t'i ketë 5 parë zgjedhje brenda një viti. Me të vërtetë është shumë e lodhshme për qytetarët e Republikës Kosovës, se të mos unë nuk e përmenda as koston. Edhe kosta ja është dikon rreth 40 milion euro që i kushton prej xhepave t'ju i kemi pagu. Kështu që për mi shmon këto, kështu e definova pse është një interes publik të shtetit Kosovës, sepse ta keni parasysh që kur të arrim të momenti presidentit nuk është e sigurt që një parlament i ardhshëm mundet me sukses me zgjidh çështjen e presidentit, prap mund të kemi zgjedhje, për mi shmon dy palë zgjedhje me të vërtetë maturia shtetërore në këto rrethona dhe në këtë moment është që ta kemi një qeveri spaku deri atëherë. Kjo do ta përfshinte edhe buxhetin pastaj të Republikës Kosovës, nevojitet një konsenzus i të gjitha forcave politike që kjo të ndodh. Unë besoj që forcat opozitare do të reflektojnë dhe do ta kemi një bashkëpunim pozitiv në këtë drejtim, që këto dy gjëra që i shpjegova të ndodhen. E para shmangja e zgjedhjeve në dhjetor, edhe e dyta votimi i buxhetit të Republikës Kosovës. I përmenda edhe çështjen e, nëse më keni përcjellë çështjen e radio televizionit të Kosovës, gjitha ata qindra punëtorë mbesin pa paga menjëherë tash. Të gjitha këto janë çështje urgjente. E në planin ndërkombëtar mos harrojmë, është plani i rritjes të Bashkimit Evropian. Rrezikojmë ta humbim afatin, qindra miliona euro e presin Kosovën. Edhe për këtë do t'ja u kërkoj bashkëpunimin subjekteve opozitore. Amo jo për një qeveri kështu afatgjate, me koalicione, me vetëm thjesht. Të thirrim mendjes që këto gjëra të kalojnë. E pastaj bëjmë bashkë çka dojnë subjektet opozitore. Nëse mandatoni për presidentës, brenda çfarë afati keni me tirë sa onë? Ne e kemi siguru mandatorin, kjo garanci, një njeri me shumë vlera, si që është zoti Glauk Konjufca, dhe arsyet si që edhe i përmendi janë pra të dy fishta. Ti ikim zgjedhjeve, për shkak se ky popull nuk e ka luksin me shku në zgjedhje dy herë, dhe dyta, kemi buxhetin e shtetin, kemi buxhetin e tri komunave, dhe gjithashtu i kemi mbi 700 punonjës të RTK-s që i presin pagat e tyre dhe për këtë na duhet një kuvend dhe një qeveri funksionale për me vazhdu sa ma shpejt. Kështu që urime edhe një herë edhe uroj e shpresoj që opozita ti thërret arsyes dhe të votoj zotin Glauk Konjufca për kryeministër të Republikës. Faleminderit.